dhuna mund të jetë shumë afër vdekjes. Por në një familje nuk mendoj që është gruaja e dhunuar. Në një familje dhunën më të madhe psojnë fëmijët. Fëmija është pjesa më e ndihshme e një familje që mund ndjej dhunën. Unë mendoj shpesh se fjala dhunë është një nga fjalët më të shëmtuara, më të shpifura, më të neveritshme që mund të ekzistojnë në fjalorin e një gjuhe. Sepse atje ku flitet që mund të ketë dhunë, s'ka rëndësi çfarë dhune, fizike, emocionale apo psikologjike ose verbale, aty dhuna mund të jetë shumë afër vdekjes. Prandaj them që është një fjalë jashtëzakonisht e vështirë edhe për të menaxhuar. Ne nuk mund të themi që ata personat dhunus ose personat e dhunuar ne mund t'i njohim në jetën e përditshme, sepse dhuna nuk ka një fytyrë të vetme, e ka fytyra të ndryshme. Dhe dhunusi edhe e dhunuar ose i dhunuari mund të kenë fytyra të ndryshme. Po në bazë të analizave që bëjnë ata që merren me këtë punë, specialistët ose organizatat, del në një përfundim që jo gjithmonë dhunusi ka lidur agresiv. Dhunusi mund të është rritur në një familje që ka pasur trauma të vazhdueshme. Në një familje ku komunikimi vetëm ka qenë komunikimi verbal me zë të lartë, ku nuk din të krijojnë marrëdhënie, të ndërtojnë marrëdhënie të mira emocionale me njëri tjetrin, ndërsa i dhunuari ka një vetvlerësim të ulët, ndihet pak i pasigurt të shkëputet nga kjo marrëdhënie. Edhe kur tha dhe zonja që është drejtoreshe strehimores, tha rastet na janë ulur. Dhe unë mendova ndërkohë, a janë ulur apo nuk kanë besim që drejtojnë te juve? Domethënë kjo është një pyetje që duhet bërë, sepse analizat që janë bërë deri tani tregon nuk ka funksionuar mirë ai trekëndshi institucional që duhet të ekzistojë, që është policia, është gjykatat dhe janë shërbime sociale. Ndërkohë që jeni dhe juve strehimoret. Prandaj kjo është një pyetje e madhe që unë nuk e besoj që t'jenë ulur rastet e dhunës, por mendoj që patjetër ata nuk ndihen të sigurt, ato gra nuk ndihen të sigurta që denoncojnë dhunën që ekzistojnë në familje dhe mbeten ato të dhunuarat të cilat janë të dhunuarat përhershme. Por në një familje nuk mendoj që është gruaja e dhunuar. Në një familje dhunën më të madhe psojnë fëmijët. Fëmija është pjesa më e ndihshme e një familje që mund ndjej dhunën. Sepse gruaja fundit edhe është aq e rritur sa mund ta menaxhojë dhe nga ana emocionale, po fëmija nuk e menaxhon dot. Prandaj kur themi për dhunën në familje, duhet për mendimin tim, unë jam pak e ndihshme te pjesa e fëmijëve, pjesa më e rrezikuar, targeti më i madh janë fëmijët. Pra po, supozoni që në këtë pjesë nuk është që është ulur numri i rasteve, po numri i denoncimeve, apo jo? Po, mendoj unë se duke pas parasysh që nuk kanë qenë shumë të suksesshëm. Strehimorët çfarë kam dëgjuar unë janë shumë pak të financuar, apo jo? Nuk ka në të gjitha qytetet strehimore. Nuk mund të them unë që gratë dhunohen vetëm në Prishtinë, ose vetëm Gjakov, se di që në Gjakov ka. Po nuk e di, a ka në të gjitha qytetet strehimore? A janë të financuara? A mu i më ndërlidh me pyetjen e juaj. Unë e thash që ka ra numrit që kanë kërku strehim, jo në total numri rasteve të dhunës të familje. Po, dhe unë e di, prandaj thash që nuk e besoj që të ketë. Edhe sa për strehimore, janë 8 strehimore në nivel të Kosovës, në për regionet më të dhaja. Ka Prishtina, një është në Prishtinë, në regioni më i madh është Prishtina. Ka në Pej, ka në Gjakov, ka në Gjilan, ka në Ferizaj, Mitrovic. Do të thotë që janë strehimorit të mjaftueshme, jo në bazon konventin e Stambollit për numër të banorëve, mirë po si strehimore kemi mjaftueshëm shtretër për t'ju ofruar shërbime. Edhe vitet e fundit janë përmirësuar kushtet, edhe financimi është më i mirë se viteve paraprake. Kuptohet që asnjëherë nuk është i mjaftueshëm, sepse për të punu ka pjesa ku është më sfiduese reintegrimi i viktimave, nuk ka buxhet për ato gra që çka të bëjmë pas strehimorës. Pjesa reintegruese është sfiduese, sepse ato viktima nuk kanë ku të kthehen prapë te dhunuesi dhe cikli i dhunës vazhdon. Mirë po thash duhet ndoshta mi bën një hulumtim pse ka ndodhur një ramje si vjet se përndryshe ndër vite prej pandemisë deri vitin e kaluar ka qenë çdo herë në rritje për 30% numri i rasteve. Do shta në mujmë ndërlidh ne si komune Prishtinës, si komune Prishtinës vërtet, se ne jemi region, komuna e Prishtinës ofron subvencionim për rastet e dhunës në familje, deri në 500 euro për rast, për muaj,
me mundësi 6 deri 2 vjetë mundësi financimi. Mi po kuptohet aty duhet jenë kriteret të jetë rasti hapën polici, të ketë vendim të gjykatës, të jetë banore e Prishtinës, që do të thotë këtë ndihmë e përfitojnë vetëm rastet e Prishtinës, që është shumë keq për rastet tjera, sepse ne i strehojmë edhe nga komunat, nga qytetet tjera.